përshëndes antimafian italiane, se Spaku aty ishte. Tani unë dua të them ty që t'jem realist dhe me opinion publik që na ndjek, zotëri, lere ndikimi më thuaj korrupsionin. Po të dhash kush mori. Derisa kanë marrë, normalisht që banda në një farë mënyre duan avokat të cilët nga një anë mund të përfaqësojnë në mënyrë të ndershme, ka disa njerëz të cilët duan të e kenë titullin avokat, por duan të bëjnë gjëra të pandershme. Ka dy lloj kategori. Sekseri. Bravo, nuk kemi të gjithë njësoj. Tani, unë po përfaqësova një grup kriminal, plus se nuk jam kriminal. Dhe po unë zora diku nga burgu, nuk thotë që unë kam ndikuar që ai dalë në të palishëm nga burgu. Ti du të më kapësh në dorë mua, vlla, e korruptove, ja dhe lekët. Jo, tha ky tjetri me radhë që këta morën lekë. Pa marrë provë. Prova është dokumenti të lekët, a dhash në dorë. Na u more lekët me bërë këtë punë. Jo tani, kemi Spakun mbi gjykata. Del Spaku dhe na thotë ne. Për këtë vendimmarrje gjykata ka vendos drejt. Po kush është të Spaku? Vendimarrja e gjykatave, ligjvënësia ka atribuar gjykatat më të larta dhe jo Spaku. Vetëm në Shqipëri ndodh kjo. Arrestohet avokatët me të ndikim të palishëm. Shkoni gjë për procedurat që ka ndodhur në shtetin në gjykatën europiane të drejtë të njeriut. Shiko edhe vendimet të gjykatës shqiptare që thotë avokati nuk ndiqet për ndikim të palishëm. Vetëm për korrupsion, rasta ai për korrupsion dhe ka për flagrancë e ndjek. Jo ndikim të palishëm tani. Çfarë ndikim palishëm? Çfarë ndikon avokati në palishëm ku bën interpretimin së drejtës? Avokat, baza thjesht statistika, do vdesin në statistika. Ju jeni një nga kritikët e Spakut mosbesues për punën e tyre, i keni cilësuar dhe Plepa 2, më duket edhe ky operacion ju jep të drejtë, se erdhi nga jashtë. Nuk erdhi nga Belgjika, nga Hollanda apo nga Anglia, po erdhi nga Italia apo jo. Unë tek opinioni juaj, tek njerëzit që na dëgjojnë, unë dua të them të vërtetën. Nuk më intereson mua të bëj lavdrata te Spaku, as te politika shqiptare, as të them super të kualifikuar apo jo, po janë Plepa 2. Pse? Sepse ata pikrisht çfarë bën? Marrin për shembull sikur po bën pra aksion, operacion ndërkombëtar, që t'i thënë qytetarëve që ne po punojmë sepse para zgjedhjeve dështuam. Pra kjo është heqja e vëmendjes nga vjedhjet, më kupton? Sepse 83 mandate edhe në vendet e perëndimore që ka demokraci absolute nuk mund marrë qeveria dhe ka gjithmonë qeveri bashkëpunuese koalicioni. Atë që kërkoja unë, të ishte koalicion, po jo kështu 83. Pra, do thotë që këta dështuan në zgjedhje, s'janë bante, dhe tani çfarë bën këtë gjë që t'i tregojnë qytetarëve që ne shiko po e masim punën, peshën dhe kështu gjëra. Po tani për këtë mua, le të tallen të tjerë, po jo me ne qytetarët të cilët nuk pranojnë që të tallen individ të cilët i kanë bërë fresk partisë në pushtet, duke mos goditur në kohë reale në flagrancë. Dhe këtu nuk kemi në kushtet e flagrancës të këtij grupi kriminal. Dhe këtu unë do ta them përsëri për të gjithë ata të cilët janë arrestuar për zullëmimin pafajësisë pa përjashtim. Ju akuzon Spaku, ju akuzon Berisha, ju akuzon antimafia italiane për zullëmimin pafajësisë për çdo person, sepse ka raste që Spaku ka arrestuar dhe nuk ka kërkuar falje dhe ka thënë ana falni po kemi gabuar. Edhe kjo bazë në Durrës, afër portit. Tani ose besoj këtë gjë, ajo mund të jetë baza në çdo vend të Shqipërisë, bazë mund të ketë në çdo vend, unë thjesht e shikoj si një justifikim për të zgjatur në hapësirë aksionin e famshëm të Spakut. Avokat, edhe diçka ju lutem për ta mbyllur për sa i përket operacioneve që janë zhvilluar ditë e fundit nga Spaku, prap për krimin zgjedhor, ishin në Klos, në Kukës, por edhe në qytete të tjera. Janë sekuestruar disa celular, disa zyrtarë në netim, mund dalë diçka konkrete? Asgjë nuk del konkrete sepse Spaku don të thotë në fund fare, ne nuk dështuam, por ne bërëm punën tonë. Kaq është detyra jonë, ne nuk mund të bëjmë gjëra më shumë se nuk na takon. Është si puna e kësaj e përgjegjësisë ose papërgjegjshmëria
është jetim dhe përgjegjësia e individit që ka bërë që të kemi këtë situatë politike në vend në mandate, siç është SPAK-u i cili ka cenuar dhe veten e vet, të jemi realistë dhe ta përsërisim këtë gjë. 83 mandate nuk është keq për opozitarin, pra për atë që është opozitar, sepse ai që është opozitar, që nuk është dakord me këtë qeveri dhe në këtë drejtësi plepave 2, nuk ka çfarë të bëjnë ata, sepse në fund fare opozitar do mbetet ai dhe nuk është se do të bëhet palë ata. Kur kemi të bëjmë me kushtet e konfliktit të mënyrës së vepruar, sepse nesër mund të ndryshojë SPAK-u, pra mund të ketë një qasje tjetër. Qeveria aktuale nesër mund të ndryshojë, mund të ketë një qasje tjetër. Këto janë prandaj janë të lëvizshme në institucionet në aspektin e mënyrës së sjelljes së tyre. Pse? Se drejtojnë nga njerëz. Nuk është se drejtojnë nga muret edhe muret flasin. Njerëzit prodhojnë politika, njerëzit janë ato që shpatojnë politika. Dhe për sa i përket SPAK-ut, unë e them, për krime zgjedhore, ishin statistika, do bëhen statistika, të jenë raportin e 2025-s për në 2026 dhe në fund fare, çfarë do të bëj? Do të bëj arrestime nga pjesa e opozitës më shumë, nga pjesa e pushtetit nuk bën dot. E di pse nuk bën. Në Shqipëri jemi në zotëri, mos thoj që ti je në Kanada ose në Amerikë ose je në Danimark apo në Zvicër. Zotërit ka 83 mandate ai. Të merr 2 deputet qyr, të bën 84. Shkon bën ndryshime në ligjeve. Organizat e vendit do 84 vota. Që përfshin dhe SPAK-un aty. Ju mendon se ka prokuror që i thot pushtetit legjislativ. Shikoj, jemi ne këtu. Ku jeni ju? Ku jetoni? Unë jam i bindur që ky konflikt që ka ndodhur midis Majnës dhe konfliktane. Ky debat i fort, burra aty, shtrëngoj njerëz, lëshor tjetër, shkap tjetri. Të dy nga dibra. Po nuk më intereson origjina.